8 marsi solli një atmosferë të gjallë në rrugët e qytetit të Shkodrës me lule, dhurata dhe gëzim. U festua ditë ndërkombëtare e gruas. Qendra e qytetit ishte e mbushur me lëvizje të grave duke shënuar këtë ditë si një festë e rëndësishme për ndërimin e figurës së tyre. Ndërsa të shumta ishin tezgat që ofrojnë lule nga trëndafilat deri tek lule shumëngjyrëshe që simbolizojnë dashurinë dhe vlerësimin për gratë. E veçantë kësaj dite erdhi nga policia e shtetit. Uniformat blu dhuruan lule për gratë në shenjë respekti dhe vlerësimi për kontributin e tyre në shoqëri. I lumtur kjo gjithmonë. S'ka rëndësi, si vendosh. Faleminderit. Gëzuar për shumë vjet festën e nanave. Festa 8 marsit është një moment reflektimi mbi rolin e grave në shoqëri dhe një mundësi për të shprehur mirënjohjen për të gjithë kontributet që ato japin në jetën tonë të përditshme.